Vau Idejes ka hapur zyrtarisht sezonin turistik duke prezantuar potencialet që e bëjnë këtë zonë një ndër destinacionet më të veçanta të veriut të vendit. Bukuritë natyrore, investimet realizuara ndër vite dhe oferta në rritje për turistët pritet të sillin më shumë vizitorë gjatë sezonit veror. Këtë vit kemi më shumë arsye se kurrë për të ftuar turistë vendas dhe të huaj të zbulojnë Vaun e Idejes. Kemi investuar më shumë në përmirësimin e infrastrukturës dhe orientimit për vizitorët. Një rëndësi e veçantë ka pasur dhe rruga e Komanit. Hap me tej potencialin turistik të zonës dhe e bën aksesin më të lehtë e më të sigurt për vizitorët. Një tjetër zhvillim me rëndësi është edhe zbatimi i paketës së maleve, përmes së cilave bashkia ka miratuar me venim Këshillit Bashkiak 26 aplikuesi të parë. Ky proces pritet të sjellë një vlerë të shtuar për zhvillimin e turizmit malor. Sot Vau Idejes vjen me një ofertë ndryshe: natyrë, aventurë, kulturë, kulinari dhe mikpritje autentike shqiptare. Përfaqësues të institucioneve qendrore vlerësuan rëndësinë që po merr turizmi në Vaun e Idejes, ndërsa theksuan bashkëpunimin institucional dhe mbështetjen ndaj sipërmarrjeve lokale që operojnë në këtë sektor. Patjetër që Vau Idejesi është si një portë hyrëse për në Alpet shqiptare, është si një portë hyrëse për në liçenin e Komanit, për në luginën e Shalës. Të gjitha së bashkut janë një kuror shumë e bukur e veriut të Shqipërisë. E gjithë zona Vau Idejesit është e rrethuar me fshatra turistike, të cilat ruajnë traditën, ruajnë vlerat e tyre historike, ruajnë vlerat e kulinarisë autentike të zonës. E përgëzoj tonë organizimin e këtij panajiri të bukur me produkte venase, çka besoj se është edhe esenca dhe pjesa më kryesore e një turizmi të mirë dhe të qëndrueshëm. Vau Idejesi është një zonë që ka tonë potencialin bujqësor, kulturor edhe blegtoral për me ofru një turizëm shumë bukur edhe identitar. Pjesa e aktivitetit ishte edhe një panajër promovues ku bizneset lokale të turizmit, hotelerisë dhe gastronomisë prezantuan produktet dhe shërbimet e tyre. Operatorët turistik dhe pronarët e bizneseve thanë se këtë sezon do të ofrojnë më shumë cilësi dhe standarde më të larta për pushuesit. Falenderoj gjithë që kanë ardhur këtu që janë të pranishëm sot për hapjen e turizmit, për promovimet e gjanave që po bëjmë. Shpresoj që të vinë edhe turistë shumë. Produktet tona të cilat na i servirin, presoj t'ja kaloni mirë edhe ju uroj sezon sa më të bukur. Na merrem me punimet e zgjahit, qëndisjes. Ka 4 vite që po kultivojmë shikzën e Menashit. Këtë kena trashëgimi nga nana, se nanat tona kanë punuar me këtë punë. Me natyrën, aventurën, traditën dhe mikpritjen karakteristike, Vau Idejes synon të forcojë pozicionin e tij në hartën turistike të Shqipërisë dhe të tërheqë një numër edhe më të madh turistësh gjatë kësaj vere.